Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë një histori që vjen nga qyteti i Lushnjës. Do të flasim për një baba i cili është vetëm 32 vjeç, ka 4 fëmijë, quhet Romeo Kiptiu. Por fatkeqësisht, shkurtin e këtij viti, bashortja e tij, Nurie Kiptiu, është larguar në drejtim të paditur duke braktisur partnerin dhe fëmijët e saj. Ka ardhur ta denoncojë këtë histori dhe mbi të gjitha një baba që e ka të pamundur i vetëm të kujdeset për 4 fëmijët e mitur. Romeo Kiptiu ndodhet me mua në studio, menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Të falenderoj që do të kem sot në studio dhe më vjen keq për të gjithë ngjarjen që të ka ndodhur i dashur. Unë doja të ndaj një histori të dhimbshme. Do marrë thesh, pas pak të gjithë historinë tënde të dhimbshme, por më lejo të prezantoj edhe juristen pas një kohe të gjatë, më në fund Nexhi Beqiri është sërish në Pa Gjurmë. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Ke bërë shumë mungesa, ke bërë shumë mungesa. Më ka shkruar plot, faleminderit për gjithë vëmendjen që ka pasur. Na kanë telefonuar dhe ne. Po, pra, kur zonja Nexhi. Po, ndonjëherë kemi dhe ca punë që duhet i kryejmë, kështu që unë jetoj në Shqipëri, si thash, kjo punë ma ka shtuar pasionin. E vërtet. Për ta bërë shumë mirë. Ndonjëherë them do të rriqem, pastaj them jo pritet. Po për gjithë teleshikuesit gjithçka është okay. Shumë mirë, jam shumë mirë. Mirë, do të flasim sot për historinë e Romeos, një baba i trishtuar, i vetëm, i braktisur nga partnerja e tij, por fillimisht dua të prezantoj një kronikë që gazetarja ime Klaudia ka përgatitur për historinë e Romeo Kiptiut dhe rikthehemi për të dëgjuar rrëfimin e tij. Një derë që mbyllet pas një nëne, ka lënë pas 4 fëmijë dhe një baba që përpiqet të mbajë çdo gjë në këmbë, i vetëm, në Lushnjë. Historia e Romeo Kiptiut rrëfen përballjen e përditshme me mungesën dhe vështirësitë që nuk zgjedhin kohë. Baba i 4 fëmijëve, 3 vajzave dhe një djali, ai prej 6 muajsh po i rriti vetëm, pasi bashkëshortja e tij, Nurie Kiptiu, është larguar drejt Kosovës në shoqërinë e një mashkulli tjetër. Sipas rrëfimit të tij, kjo nuk është hera e parë që familja përballet me një situatë të tillë. Vetëm 2 muaj më parë, Nuria ishte rikthyer në shtëpi pranë fëmijëve, pasi Romeo kishte zgjedhur ta falte dhe të rindërtonte familjen. Por shpresa për stabilitet zgjati shumë pak, pas një kohe të shkurtër ajo u largua sërish, këtë herë duke shkëputur çdo kontakt me fëmijët dhe duke mos u treguar me asnjë interes për ta. E përditshmja e Romeos është bërë një betejë për mbijetesë. I detyruar të punoj për të siguruar të ardhura, ai shpesh i lë fëmijët vetëm në shtëpi për rreth 8 orë në ditë, pa mbështetje nga familjarët apo institucionet. Ai përpiqet të balancojë rolin e prindit dhe siguruesit të ardhurave, ndërkohë që fëmijët rriten në kushte shumë të vështira, ekonomike dhe emocionale. Kjo histori ngre shqetësime të forta sociale, jo vetëm për situatën e kësaj familjeje, po edhe për nevojën e mbështetjes për prindrit e vetëm dhe fëmijët në rrezik. Në mungesë të ndihmës, sakrifica e një babai dhe 4 fëmijëve të tij vazhdon në heshtje, larg vëmendjes së duhur. Kjo është historia e Romeo Kiptiut, dashur miq. Dashur Romeo, më thej që në 16 shkurt ajo u largua nga shtëpia, nëna e fëmijëve. Po. E nisim pikërisht me datën 16 shkurt. Çfarë ndodhi atë ditë që ka ikur? Shkoj tani ta marrim nga dita që unë pritë për herë të dytë, që i dhash një shans për herë të dytë që e morë prapë. Sepse nuk është hera e parë që ikën bashortja. Ishte hera e dytë kjo që iku përsëri. Atëherë, nëse më lejon, ta nisim intervistën se si e njohur ti me bashortën për të na i rrëfyer ditën e sotme të gjithë historinë e jetës tënde. Si e njohur ti me Fillimisht fare jam njohur me telefonat, me telefon, me mesazhe, me numra telefoni që viti 2015. Sa vjeç ke qenë atë kohë? Kam qenë 20, 21. Por zonja Nurie? Nurie ka qenë 17. 17 vjeç. Ti jetoje në Lushnjë, kurse ajo në qytetin e Durrësit. Durrës, po. U njohët nëpërmjet rrjeteve sociale, online, nëpërmjet telefonit, pastaj mora vesh që kishte gjyshen lushnjarë dhe kishte shtëpinë aty dhe erdhi pastaj e takova. Nuk zgjati 1 muaj, 2 muaj se u deshëm dhe ika e rrëmbeva pastaj. Si rrëmbeve? E rrëmbeva se nuk ma jepshin më to. Pse nuk ta jepnin? Gjë e parë që një njeri do për të jetuar është banesa. Kesh një banesë tënde. Jo nuk ishit një banesë. Unë se kisha.
Pra le themi kushtet e tua ekonomike detyruan prindrit e saj që mos të pranonin fillimisht martesën tuaj. Se çdo prindër për fëmijën atë do, banesë që tjetoj, se me qëran nuk jetohet, hik aty dhe shko atje. E qartë, dhe e rëmbeve çfarë ndodhi? E rëmbeva e mora e çova shtëpi. Nuk zgjati 2-3 orë merrte në shtëpi më do. Po, Më morën prap. sa ishte 17 vjeç. Më bën si thuaç, më bën një gënjeshtër, më ato të bukur. Më thanë që dua t'i vë një shenjë gocës që të marri lajo lagjet, marri vesh që unë fejova gocën, këto. Sepse për prindit ishte turp që vajza tikte na shtëpia Tikte në me kërtej, rëmbim. pa një unaz në Po, dorë. pra. Po, Edhe unë i thash, okej, do ta marrim nesër, thaja, do të lëm ditën që t'i vesh unazën dhe ta merrim, ta bëjmë tamam. po, Dhe pastaj ditën tjetër më merr ish nuse telefon, duke qarë që pse më leti mu, këto s'mjapin me mu atje. Thash, po mirë, nuk ka problem, dhe shumë tani kaq, s'do më t'japin, nuk do. dhe çfarë ndodhi? Pastaj, mbas një jave, vjen vetë. Ikën nga shtëpia. Ikën Nuria nga shtëpia dhe prindër vetë edhe vjen tek unë. Pastaj zgjati 2-3 vjet që s'fliste fare me ato. a nuk ka folur me Jo, fare, prindrit. s'kishte kontakt fare. Dhe momentin që ne bëjmë çunin të fillin e parë, më merr vija në telefon, flet me bien e vet. Kështu, le të themi ajo Pastaj ashtu vazhdoi. rilidhi U sërish lidh, po, u me lidh. familjarët e saj. U lidh Të biseda. pyeta për të kuptuar, pra ishte një njohje me kuptoj. dashuri apo me Jo, blesëri? me dashuri, me dashuri. Jeni njohur me dashuri, dashuri, do me po. thonë. Dhe sot një jetë 4 fëmijë. 4 fëmijë. Si ka qenë jetesa juaj në Lushnjë? Jetesa ime në Lushnjë ka qenë, ta them tamam, ka qenë shumë e vështirë. Në gjendje ekonomike, Nuk të ofron asgjë Lushnja për të punuar dhe asnjë gjë. pa të vënë në sikletë Romeo, po duat pyese edhe zonjën Exhi, ndonjëherë ka bëj dhe unë me këto pyetjet e mia që bëj dhe i lëndoj njerëzit. Fëmijët janë bekim, absolutisht janë bekim. Por kur Romeo, kushtet nuk janë të favorshme, sollen jetë 4 fëmijë. Po, Normalisht, Odeta, fëmijët janë bekim dhe me të vërtet që janë bekim. Është detyra e shtetit dhe shoqërisë që të krijojë të gjitha mundësitë që këta fëmijë të lindur të sjellë në jetë, edhe kur nuk janë, si thua, me një dakordsi midis shiftit. Edhe kur ndodh për faktin që nuk ka një planifikim familjar, i cili bëhet me mënyra nga më të ndryshme nga mjekësia jonë, se ka avancuar E qartë. edhe mjekësia. Pra dhe kur bëhet shumë në mënyrë, si thuash, të pavullnetshme, do të thënë është dëshirë për të mbajtur marrëdhënie mirë, po jo për sjell fëmijë, vjen fëmia, shumë njerëz dhe ashtu shumë mirë e kanë të shenjtë, qofse mbet shtatzë ngruhet, ta kenë atë fëmijë. Edhe Shqipëria ka nevojë për bebe. Ka nevojë. Është bërë bile, si thuash, një gjë shumë e rëndësishme, që ka marrë një vlerë shumë të madhe për Shqipërinë. Vitin e kaluar ka qenë një shifër skandaloze në 50 vjeçarin e fundit, ishte viti... I referoni statistikat e fundit. Po, ishte viti ku kishte më pak lindje sa vdekje. E qartë, Ishte dhimbshme. e kuptoj Dashun Exhi logjikën ku doni të dilni, por prandaj nuk është vendi pushteti nuk të ofron asgjë. Po nuk është vendi për të bërë thirrje që bëni një planifikim familjar. Ne do të themi bravo, do t'i bëjmë thirrje kudo që prezantohet një problem i tillë, t'i bëjmë thirrje administratës shtetërore, njësive bashkiake, njësive administrative dhe kur Që duhet të janë veprojnë. që të mundet të afrojnë ndihmë. E Dashun Exhi, nuk është momenti, por përpara viteve 90, të paktën nga histori që kam dëgjuar, një nën që sillte në jetë mbi 10 fëmijë, kooperativa asaj kohe i dhuronte një lop falas. E në ditët e sotme këto familje nuk e marrin ndihmën e dur, sepse ky baba ka ardhur këtu se bashkia nuk i ka dhënë asnjë lloj ndihme, është i vetëm me 4 fëmijë të braktisur nga nëna. Pra kjo është një gjë skandaloze në Shqipëri. Do të thënë në vend që të favorizohen, të stimulohen, biles të kthehet, si thua, dhe një çështje shumë të rëndësishme për shtetin, stimulimi, domethënë nxitje që çiftet e rinj të kenë sa më shumë fëmijë, të zëvendësojnë atë popullsi të re që ka ikur nga Shqipëria dhe ka zvogluar Shqipërinë nga 4 milion, nga 3 milion e 400.000, ka arritur deri 1.600.000 janë të regjistruar, se ndoshta janë dhe më pak se sa kaq. Të falenderoj edhe për mesazhin që përsolle nëpërmjet historisë të Romeos. I dashur Romeo, më the që jeta ka qenë e vështirë në qytetin e Lushnjës, shumë e vështirë. Sepse nuk ishte punë. Punë s'kisha, banesë jo, plaçk jo, asnjë gjë. Por ekonomia e dobët solli konflikte mes teje dhe nuses? Fatikisht, ajo, si thuash, edhe funksionon dhe pak, po kam qenë dhe xhelos pak vetë. Xhelos për çfarë? Fillimisht.
Xheloz, se shkoj që doja dhe isha xheloz. E ke tepruar me xhelozin? Xhelozi e tepruar thosh. E ke mërzitur? Është mërzitur po. Pra, në një farë mënyre, po tregon që je i pari që gabove në këtë marrëdhënie me një xhelozi. Në fillim po. Por si reagonte ish partnerja juaj në? Jo, rrinte, duronte, pastaj më ka ikur 2 herë te mamaja vet, domethënë. Është larguar nga shtëpia. Larguar në fillim parë. Nëna e fëmijëve që ka larguar shumë herë nga shtëpia, Po tek mamaja vet gjithmonë. tek nëna e saj. Nuk Po është mirë, iku me çfarë si ka nëse iku tek nëna apo iku në një shtëpi me Kam vetëm qenë me pas fëmijë gjëra? fare unë. S'kemi pas fëmijë në fillim. Mirë, të kishte dhënë ndonjë shkak ty nusja që ti të xhelozoje në një formë që Nuk e di jo vet. i ke kërkuar falje ndonjëherë? Po jemi zënë, kemi kërkuar fare njëri tjetrit. Kështu e kemi shtyrë edhe. Që ta kuptojmë qartë, ishe xheloz dhe çfarë veprimesh bëhet ti? Si e shfaqe xhelozin tek ai? Xheloz, do të thënë që kur ikën për të hedhur diçka, te mbeturinat, kokën ulur, A mos seriozisht e ke? ashtu e kam bërë. I Jo, kërkoj them që kur ajo shkonte realen. të hidhte Mbeturinat, po. Mbeturinat ti thoshe ta mbante kokën poshtë? Po, Pse? do të thënë fillim kur Dhe nëse e mbante kokën lart dhe shikonte, Po ai mentalitet kisha se ndedhet në lloj moshe isha dhe nuk e di. Tani që jemi pjekur, Mentalitet ke qenë i rritur në Shqipëri, je gjenerat e re, më thënë 30 vjeç, je i kohës së transformimeve demokratike, ku moshën liria... 19 vjeçar. Po sa para 10 vjetësh ke qenë ti? Po, Po tani pra, nuk është ndryshon. një kohë largët. Ti je Ndryshon. breziri që do të kesh një mentalitet po e pranoj që tjetër. ka qenë një Po, xhelozi pra. që ka gabuar tek Të ndryshon në pjekurinë, të ndryshon jetesa, vujtja. Nuk të është pjek. vetëm ajo. Por se Njeriu ti duhet shkruaj. lexoj, të bëhet i ditur, të ketë një kuptim të mirë për të gjitha çfarë ndodh, jo vetëm në natyrë, po dhe në shoqëri dhe në marrëdhëniet Çfarë veprime familjare. bën, e kuptoj. Po, I dashur Romeo, pa më treguar detajet si iku dhe çfarë ndodhi datën 16 shkurt, Po. dhe ju s'keni më kontakte, e ke menduar që e ke mërzitur dhe e ke detyruar, keni qenë ju shkaku i ndarjes dhe jo ajo? Unë flas për vite më parë, jo tani. Por si vazhdoi marrëdhënia juaj? Marrëdhënia vazhdoi u normalizua, si thuash. Pra ti nuk ishe më xheloz? Jo, nuk isha më. U përkushtova familjes Po. dhe tani nuk është se shfaq im që ne u ndam të herë. Por çfarë ndodhi? Më si nisën konfliktet dhe gruaja u largua nga shtëpia. 2 herët e para ishte larguar Ta për shkak them të unë që xhelozisë. unë do të them një diçka që unë mendoj. Në datën I dashur Romeo, nëse nuk keni fakte, mos haro. Ajo është nëna e fëmijëve të tu. jo fakt nuk kam unë po, që dyshoja po, edhe është e vërtetë që unë Nëse dyshoj. themi çfarë dyshoj unë dhe çfarë mendoj unë, i lëndojmë njerëzit. Jo, e di që i lëndoj njerëzit. Po unë e kisha të bindur që ja mora telefonin njëra saj dhe i kapa diçka. A, ju po më tregoni që ajo të tradhoj. Po të rrethoj. Pas sa viteve martes? Pas 11 vjetësh. Pas 11 viteve martes. Ti i kape telefonin dhe i zbulove mesazhet. Zbulova mesazhet se edhe nuk i jep telefonin. Edhe ka qenë një moment që unë kam pas kemën e thyrë, rria në dhomë tjetër si më lëndonte kemën, më e flinte në kuzhinë, Po. vi me bateri sa avash dhe kishte harruar ishte zënë gjumi me kamerë hapur me tjetrin. Dhe ti pe Kohën kur unë afrohem për të marrë telefonin, asaj del gjumi dhe merr telefonin direkt. dhe ju e pash personi personin. tjetër. E pash në kamerë. Mirë, të janë situata goxha të rënda, familjare, dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi aty pastaj edhe në konfliktet që ma jep telefonin jo s'ta jap, ishte kem ngulse shumë për mos dhënë telefonin. Nuk ta jepte sikur të bëhe çfarë doje. Ju e kapët mat. E Dhe kapa mat. e pa që ajo po fliste edhe me kamerën me Edhe një person thoshte jo tjetër. prap. Prap se pranonte. Ju e falët, vazhduat martesën? Unë nuk bëra më gabimit, i thoja, e lem e kaq, i thash, ke bërë që ke bërë, bërë gjë, ti thu jo, e lem kështu si thu ti jo. E fale. Rria në shtëpi unë tërë ditën, ikte çonë kalamaj shkollë, më thoni njerëzit që më njifshin mund, nuk se jot me telefon vesh, gjithmonë. Dhe unë kur bëhem mirë nga kema, momenti që unë bëhem mirë, doja bëja një grafinë e kemës të fundit. Dhe kam marrë ndihmë ekonomike sot, të nesër do të bëja grafinë e kemës. I lë lekët shtëpi, ajo siç i lë lekët unë i merr lekët me vete. I thot fëmijëve do iki deri te parukera dhe erdha mami. Më shkruan edhe mua një mesazh, do vonohesh? I thash jo pse. Do shkoj deri parukera, i tha që të heq pak vetllët. Okej, tash nuk vonohem, rrugës jam, po vi. Vete shtëpi në orën 11. Ai ishte larguar, sigur do ishte vetëm. Dhe iku. Po, Ka pritet. qenë vjet kjo histori.
Po. vjet, gruaja iku dhe çfarë ndodhi më pas? Ajo iku, më pritet s'ka bëra denoncim pastaj. Në polici, po? Direkt, në momentin që ai ikën, prita 2 orë bëra denoncim. Policia nuk bëri asgjë, nuk e di, a kanë shpallur kërkima, nuk e di se siç përcollën mua ato. Se ti shpallur kërkima nuk do kalon dot te. Ju në momentin që u kthyet në shtëpi dhe nuk e gjetët bashorten Romeo, e telefonuat? Kishte numrin fikur. Ajo iku doli nga shtëpia, la fëmijët në shtëpi vetëm. Çfarë moshe kanë fëmijët, 4? Çuni 8 vjeç. Vitën, çuni 8, goca 7, goca tjetër 6, tjetra 2. 2 vjeç. I bëri tani në mars 2 vjeç. Vajza e vogël. E vogël fare. Nëna para 1 viti i la fëmijët që ke qenë 1 vjeç, vajza e vogël. 1 e gjys. 1 e gjys, i la vetëm në shtëpi, iku fiku telefonin dhe kur u lidhe ti me gruan? Shku qa bëra ndoni, se kishe marrë numër të ri këtu ajo, te kompania. Po? Dhe unë kisha kartën tjetër që kisha marrë me emrin tim. Po. Numrin e parë. Dhe hapa biseda që kishe folë me tjetën kjo. I arrite të zbulohet qatim? Zbulohet qa kishte. Me kë kishte, po ju e kishit vërtetuar që ajo kishte trastuar. Po. Ju këmbgullet për të patur më shumë fakte se çfarë. Doja më shumë fakte se mamaja e saj më thoshte mu dua fakte. Fillim para se kjo t'u largonte, i thoja... Por pse ajo kur u largua nuk kishte kontakte me prindit e saj, me askënd? Jo, fare. Me askënd, po ku kishte qëndruar gruaja juaj? Po atje kur ishte pranë në Maqedoni. Në Maqedoni, ishte larguar me një person tjetër? Me një person tjetër. Pra bashkëtonte me një person tjetër në Maqedoni? Po. Pas sa kohësh nga ikja u lidhe ti? Themu t'ja 1 muaj, 1 muaj. Pas 1 muaj? 1 muaj gjys. Të telefonoj ajo? I zbulova unë, i shkruajta këtij personin TikTok. Po, personi që bashkëtonte me gruan. I thash, ti ke ardhe ke marrë, se unë dyshuaj se unë shenë marrë, se kjo s'dine kur ti këte, kupton? Ti ke ardhe ke marrë, jo, tha i, kjo erdi vetë, tha i, unë s'kam faj, më tha më, jem shkujti, unë s'kam faj. Me erdi vetë, do me thënë që kuptohet që ka ky person. Po me gruan tënde fole, them gruaja sepse... Jo, nuk ma nxirte më telefon. Por si u rikthye ajo në shtëpi? Pastaj kam disa foto këtu në telefon, që e kisha dhunur. Kush e kishte dhunuar? Ky. Partneri, i ri? Para 2 muajsh. Po? Më qonë mesazh në TikTok, që të përgjërojmë, kam bërë një gabim që nuk duhet ta bëja. Jo, flas për para 1 viti, kjo është ikja e dytë. Kur iku për herë të parë. Po për herë dytë tani më qonë... Jo, kur u kthye në shtëpi? Po. Kur iku për herë të parë në Maqedoni, Romeo, kur u kthye në shtëpi? Pas sa kohësh? Datë 11 shkurt u kthye. Ka ikë në Andorë, në shkurt erdhi. Erdhi shkurtin e këtij viti. Shkurt pra. Dhe qëndroi pak ditë dhe iku prap. 4 ditë. Po mirë, në momentin që erdhi, trokiti në derë, ti çfarë bëre? Nuk po të kërkoj llogari, po të pyes. Unë hapa derën e pranoj për 1 fëmijëve. Që e mora prap. Romeo, dua të pyes dhe sinqerisht nuk arri do t'i kuptoj këta burra. Të lutem mos më keq kuptosh Jo, në pyetje që bëj. Faleminderit, e kam mirë kuptimin. Nuk arri do t'i kuptoj këta burra që prir të fëmijëve ulin dinjitetin e tyre, nëse gruaja të ka tradhuar 1 herë, 2 herë, ti ke dyshuar fillimisht me mesazhe janë vërtet apo jo, por kur ai ti ikën faktike nga shtëpia dhe ti arrin në TikTok të zbulosh ashtu me një tjetër dhe kur ai e përzë, ajo kthehet tek ty dhe ti e hap derën dhe e qas? Po, është shumë e rëndësh. Sepse jo, po s'ma dëgjove pyetjen. Nuk mbaje dot fëmijët i vetëm, i detyruar ta qasje sepse nuk mbaje dot fëmijët apo e dashuroje? Jo, ky është shkaku vetëm për fëmijët. Që unë si mbaj dot. A është normale në një familje kjo gjë, zonja Nexhi? Shiko, kur arrin deri në këtë shkallë, nuk ka më lidhje bashkëtorë. S'ka më dashuri? Nuk është, jo. Nuk ka më. Ma merr mendje që keni patur domosdoshmërinë që ato 4 fëmijë të kenë nënën e vet. Në atë shtëpi. Ashtu e shoh se edhe kur i shoh që fëmijët e mi shohin dikë tjetër me nënën e vet, unë prekem si, kupton? Po, ju e mendoni që kjo nënë do të jetë aty për fëmijët e vet. Dhe është gjë më e mirë. Po. Ma merr mendja që zgjidhja më e mirë është ju të jetoni diku tjetër. Si mendon? Ti jetosh aty dhe ti jesh në konflikt, ti që bësh e xheloz për një lëvizje të thjeshtë të gruas, do të pranosh që ti jetosh tani me atë e cila ka një histori të cilën ti e ke zbuluar nëpërmjet telefonit, e ke parë etj. Domethënë, ne diskutojmë këtu më tepër për të nxjerrë mësime, jo për të gjykuar. Patjetër. Domethënë, cila për ju, domethënë po të doni përgjigjuni, po doni mos e përgjigjeni. Jo. Për ju cila është gjëja më e mirë për fëmijët dhe cila është gjëja më e mirë për ju që keni qenë në martesë, keni bërë martesë ligjore. Po. Pra, cila është gjëja më e mirë? Si e mendon për momentin? Gjëja më e mirë që unë mendoj dhe them që edhe kur erdhi, unë kisha vënë plan që do ta lija aty me fëmijët dhe çështën detyrimit e mia doja çoja te shtëpia.
Dhe do interesoheshe. Po. Ja, edhe Ja, këtë. vetëm të kaloj në reklama, çfarë ndodhi më pas, do na i tregosh i dashur Romeo, po më duhet bëj shkëputjen e parë për të kaluar tek këshilla mjekësore tek Obeni dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi sërish bashk live dhe e lam bisedën pikërisht që ti kishe vendosur i dashur Romeo që ajo të jetonte me fëmijët dhe ti të largoheshe nga Unë të banesa. largoja, po. Ajo erdhi në shkurt të këtij viti. 11 shkurt. 11 shkurt dhe iku në 16 shkurt. 16. Pak ditë ka qëndruar. Ka Po në 5 ato ditë. pak ditë, çfarë të tregoj dhe çfarë konfirmove ti me të? Çfarë më tregoi mua se unë i bëra pyetje se normalisht unë i bëj pyetje se kaq muj, i thash si e bëra këtë gjë. Ta tregoj unë tha ajo. Ai tha donte të më shantazhonte tha. Okej, thash unë, do të më shantazhonte, po ti nga e gjete si fillimisht. Si u lidhemi te? Më shkruaj i tha ai, nga kishte fotot e gocës në TikTok, kishte marrë fotot e gocës këtyre të mia tha, siç thoshte ajo tani se di. Po. Edhe më bënte presion do të shantazhoj. Do të vinë lushin, do të vras, ta di burrin ku punon te Metropoli, e di orarin kur del nga puna, si më tha kjo justifikimet e kësaj, tani unë se besoja. Dhe nga Afrika, Ajo, do me thënë që u largu nga banesa. Ky shkaku mund të ketë qenë. Logjika juaj e pranon këtë gjë? Jo. Po për çfarë arsye nuk e pranon? Se do ta dim, domethënë, se Se ajo pranon tani se. Si guxon ajo për shumë gjen justifikime komplet banale, sepse kur të shantazhon njëri ka një polici që të del për zot, jo të shkosh ti dorëzohesh. Po pra, arsye kjo. Një grua shembullore, të ishte një grua Jetë shumë pa shembullore. Jo, të jetë një grua e logjikshme. Që do fëmijët e vet. Që do fëmijët e vet, që është e përkushtuar Se te familja. burrin edhe ndoshta mund t'i shpreh dhe burrit. T'ja shpjegoj për. Kjo burr, këtu puna mund ka ndodhur kjo diçka, qysha tek. Qofse ka marrëdhënien e mirë, Kjo nuk është patjetër që burri është i pari ai që i del, si thua, i del për zot, ashtu se dhe gruaja po të ketë një problem burri, do të jetë aty për burrin. Ikja e saj nuk është justifikim kjo lloj gjëje. Dhe nuk ma mush të mendin me këtë lloj gjëje që më tha. Po, dhe ajo si e justifikonte? Ma mush mendin, se shumë tha që do më shantazhonte. Ti pse s'm the mua? Kisha frikë. I dashur Romeo, por çfarë diskutuat në ato 4 ditë? Pra ti i thej që marrëdhënia jon ka mbaruar, i rikthyer për fëmijët, do jetosh me fëmijët dhe unë do largom, si... Jo, nuk është preja unë fatikisht të gjëja, sa që unë do iki. Dhe thash sa të stabilizohet se erdhi dhe ishte e tronditur, ishte e dërmur, ishte e nxirr, ishte të shmalte me kalamajt. Si e nxirr? Ishte dhunuar? Po, i kanë fotot gjithë aty unë. E dhunuar nga... Me biseda me gjitha. Nga ky person. Pse ishte dhunuar nga i person? Ishte dhunuar sepse donte të bënte fëmijë me mua, me pak fjalë thoshte, dhe do të nxirrte për punë. Punojse seksi? Punojse. Pra ajo shfrytzuar nga ai ishte shqiptari i Maqedonisë së Veriut apo shqiptari i Shqipërisë që nuk e kam shumë, nuk kam marrë shumë informacion se nga edhe nuk mu shpreh tamam se nga ishte saktësisht, po. Që donte ta nxirrte për punë, donte dhe unë s'pranoja tha ajo. Dhe pse nuk ishte denoncuar në polici ajo kur ishte ndjerë kërcënuar nga ai person në Maqedoni dhe mbi të gjitha ka qenë e dhunuar? Nuk dilja fare, unë tha, nuk të dilje tha. Po kur erdhi lushi. E mbante ai e mbante të izoluar atë? Po pra pastaj e përzurje. E përzurje. Kur erdhi, se do në të ikte i tha hik. Edhe mori vetë në telefon kjo që dili filan vend dhe mere, tha, unë s'kam punë dalë të shumë. Si, i dashur i gruas të mori që dilë në filan vend prite se po të sill grua? Po të vijen se nuk do të ri me dhe unë se mbaj me, tha, këpton? E unë thash, nuk kam se vi unë, thash, kur ajo iku dhe di rrugën kur të vi, thash, s'kam se vi se fare. E ka dëbuar. E pare njerë që ajo mund të denonconte në vendin ku ishte, një, kur erdhi në lushje mund të denonconte, sepse ka patur prova, ju thoni që kishte foto, kishte po në të njëjtën kohë dhe ju jeni bashkëshorti i saj. Mundet ta merrnit grua dhe të shkonit bashkë ta denonconit në polici këtë dhunë. Sepse e para një që është ashkërim, është dënueshme me ligj, dhe tjetra ju për sigurinë e nënës fëmijëve do të bëni diçka. Policia nuk është larg nga atje ku banon ti. Jo, sa kalon rrugën. E pa atëherë me njëherë do të shkojnë denoncojë. Ka ndodhur kështu është historia e bashkëshortes sime, po mbi të gjitha është nëna e 4 fëmijëve të mi. Më thonë, nuk e di se si ke ndetur, ka ish indiferent. Ty mund të mos pëlqej të rish më me gruan, po që ta mbrosh nënën e 4 fëmijëve,
është humane, është njerëzore, pavarësisht se një ditë ke bërë kërkesën për divorc e tjerë. Pra më duket të si pak naive që të mos tregosh interes, të mos luftosh, që të mbrosh nënën e 4 fëmijëve të tu. Unë këtë e se kam bërë sepse mu shprej që unë shëqy që dola nga jo banes atje dhe jam të fëmijët e mi dhe le me kaq, nuk kemi punë me atë, bëj blok ati, ti bëjtë unë blok, shu që mos kesh kontakt fare. Kështu e arsetoja, kështu e Kështu e pre për mlodhi mua betë. Ajo u rikthye për të vazhduar jetën me ty? Tani, për të vazhduar jetën nuk mund të them dot. Nuk mund të them dot se me qa motivi ka ardhur tek unë. Jo, si u shprej tek ju, do me thënë erdha të takoj vetëm fëmijë dhe do iki prapa? Jo fare, me demek që do në tjetonde me mu përsëri, po. Tani, ti kur ke ndërmend ti kish prap tek ai person, me qa motivi ka ardhur tek unë se Po prap, kur ajo erdhi, ti e pyete? E pyeta unë. Erdha për fëmijët, faleminderit që më pranove, jo të përgjërojmë e këti, nuk ka lidhje ta shumë. Por jo se kishte ardhur të kërkonte martesë, të vazhdonte martesën me ty. Ajo kishte ardhur për fëmijët e saj. Të takonte fëmijët dhe të ikte. Jo, do në të rinte faktikisht. Ja, historie se unë nuk ta shpreh aty, ai ishte shtatzan. Erdhi shtatzan që andej. Nuk tregoj ose nuk dinte diçka që ishte shtatzan, siç më thash djegje. Unë tani si burr dishova tek ajo, se unë e di që si me të kur ajo ngel shtatzan, se kam 11 vjet. Vi nga puna i marrë test shtatzanie. Ja bëjt e shpia që është këtë ajo. Duhet ta bërë se kam unë dyshimet e mia tash. Kam drejtën tim se ke kaq shumë ndej. Po s'kam gjë, po bëj të bëj. Përfundimisht e bëri, doli pozitiv. Prap, bëra një falë dytë. Mund ta heqësh fëmijë tash, dhe di ti dhe unë. Fëmijë nuk hequn tha ajo. Unë me fëmijë s'maj do tash. Kështu që merre pak telefonat e tha ajo, të ndali para të marri prap. Po të më thënë, tani konflikti ose shkaku mori telefonat atë dhe u rikthye tek ai që ishte shkaku që iku, që ishte me bardhë dhe unë se mbaja dot, nuk mund ta mbaja dot me bardhë në shtëpi, me fëmijë tjetër. Ti vure detyrim, o bëj abort dhe mos ta marrësh qëndro me fëmijët. Me mua dhe fëmijët. Edhe i thash, ke 4 këtu thashëm. Tani edhe atë fëmijë nuk i diskutoj, por nuk është fëmia ime thashëm. Ke 4 këtu, me ka dorish me këtë apo do mbash fëmijë që ke mbarë. E rëndë është. Nuk e bëj dot ta mbaj. Para, domethënë ka guxuar, ka thënë një gjë që jo të gjitha bëjnë, mund të mos t'ia thuash një gruaje kur më thënë e folëm në fillim, s'mund t'jemi hipokrit, çdo fëmijë ka kismetin e vet, do të vinë në jetë e tjerë pavarësisht se kush është babai. Ajo është një zgjidhje që ka bërë bashkëshortja juaj. Më thënë dhe ajo duhet paguaj koston e kësaj gjë. Më thënë ajo duhet i dali për zot ati fëmije, njëkohësisht ka ligje edhe në këtë rast, në mënyrë që të kërkoj dhe detyrimin ushqimor pikërisht të babait biologjik për atë fëmijë, kurse marrëdhënia juaj me gruan është zgjidhja e juaj. Edhe po mos doja ajo, domethënë ju keni të drejtën me ligj që të bëni kërkesën për zgjidhje martese dhe të mbeteni ajo mama e 4 fëmijëve tuaj, ju babai i 4 fëmijëve tuaj dhe të mund të kontriboni secili që ato 4 fëmijë të rriten në situatë. E vështirë më duket të gjendet një zgjidhje mes çifti për fëmijët, por shteti duhet të marrë masa për ata fëmijë se vërtet është gjuna. Romeo, po mirë, ti e more prapa atë në telefon, të dashur dhe i the, po tani zgruan dil prite. Pse më thaj po më nis? Më dori shtatzane dhe shumë. A, tha, e pranoj, tha që e shtatzane, tha? Thot a i mu. Po, tha shumë e shtatzane, okej, nisë, thaj. E kupton si bëhet një femër? E po, shka. Me zburri të dashur, pa paragjykuar, mere prite, jo, por nuk e... Po. Nuk kam koment. Është shumë e rëndë. Shumë e rëndë, dhe më duket se edhe vetë një grua kur nuk do të qoj vetën deri në këtë pikë. Flitet shumë për lirin e grave, po kjo nuk është liri. Kjo është abuzim me lirin. Kjo është munges përgjegjësie. Një nën e 4 fëmijëve, në qoftë se do që të ketë atë lirin e zgjedhjes për një bashkëshort tjetër, le të presi, të bëjë zgjidhjen e martesës, të përcaktoj gjykata se si cili do të jetë vendi i babait dhe i nënës në këtë lloj marrëdhënie. Të qëndroj fëmijëve aty se janë të vegjël, unë nuk e imagjinoj dot se si një nën kur ka një fëmijë 2 vjeç e lën në shtëpi dhe ikën. Mua këto më duken shumë absurde. E vërtet. Kam parë kalamajt e mi me një pamesa, njerëz që njohim, domethënë nuk e di ku e gjejnë ato, ose jo ku gjejnë, se s'kan gjetë gjë ato, po si mund ta humbin ai shumë mendjen
personalitetin e tyre, sa të largohen nga fëmijët e tyre, të largohet nga një fëmijë 2 vjeç. Ai, domethënë, pa kohë ka që ka ecur, ka folur tamam dhe e lë aty në shtëpi vetëm, pa kujdesin, 1 vit e gjysmë sot. Më thënë sa ka kaluar ato si bebe, 1 vjeç. Domethënë, këto janë gjëra, këto janë turpe. Një nën që... Jo, më përpara, se tani s'ke të drejta që ta përdorësh fjalën turp, sepse të bëjnë ndonjëra anakronike. Por kjo gjë që bën një nën e 4 fëmijëve, pa i ndetur aty në kokë të 4 fëmijëve, që ka nevojë për t'i edukuar ata, mund të bëj zgjidhje martese, po për fëmijët do t'jetë aty. Kjo është braktisje e fëmijëve. Ajo dënohet me ligj për këtë. S'ka ligj. E kemi patur, jo, ka ligj. Ka ligj, kemi patur një rast në Shkodër, biles ishte me vete, në Verit, e cila e kishte lënë fëmijën dhe i shoqi e denoncoi dhe ajo me bepen ka hyrë në burg për të bërë... Nga bashkëtesa e dytë, Nga bashkëtesa e dytë, hyri në burg, pavarësisht se gjykata pasaj vendosi, krijoi kushte lehtësuese, por ajo dënohet deri është një kundravajtje penale, dënohet deri në 2 vjet burg. Po pra më kam bërë denoncim, si ka mundësi që nuk bëhet asnjë lloj vlefisje. E pa atëherë, është detyrë e organeve të drejtësisë, me gjithë procedurat e duhura, deri në gjykatë, në mënyrë që ajo të përgjigjet për braktisje të fëmijëve. Ju ka lënë bukë për të ngrënë, i ka munguar kujdesi i tyre, dashuria e prindërve. Ai mori dhe lekët e shtëpisë. Lekët e fëmijëve i mori për të shkuar pikërisht tek një burr tjetër. Dhe nga momenti që ajo iku të tha, unë do largohem, nuk e heq fëmijën, u largua në Maqedoni dhe është në Maqedoni. Në Kosovë, Prishtinë, nuk kam atë orientimin sakt. I ka telefonuar fëmijët? Jo. Fare. Mirë, do qëndrojmë sërish të bashkë i dashur Romeo dhe zonja Nexhi, po bëjmë shkëputjen e radhës për të kaluar në reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer sërish të bashkë dhe dua të të pyes Romeo, si reaguan 4 fëmijët kur nëna e tyre u kthye pas disa muajve? Mos më pyet se kur e kujtoj këtë, më ngjitet mishi. Se? Sepse në kohën kur unë iki e marr atë që më vjen në shtëpi, kalamajt më fluturon nga gëzimi sa e pa mamën e vet. Sa ajo është nëna e tyre? Dhe prap kur bëri gabim që iku për herë dytë, më bën më keq se ç'ishin kalamajt. I futi atë lloj zjarri, atë lloj lumturie, i trishtoi prap fëmijët. Dhe i braktisi prap. I braktisi prap. Ajo më ka ngel çik si peng. Ata e kërkojnë. Të bësh një habi nuk kërkojnë fare. Po thjesht ato 2 ditë e para. Pse iku mami? Pse erdhi? Është e kuptueshme dhe shumë e dhimbshme për ata 4 fëmijë. I dashur Romeo, më thej që jetesa ime është shumë e vështirë. Jeton në një shtëpi me qira të shkatëruar, nuk e mundësi të punosh se janë 4 fëmijë të vegjël që kujdesesh për ta. Kam frikë të letë këtë lloj shtëpie, se i kam me korrende, i kam me gropa, pa suva timet ka rënë tokë. Shtëpinë tim se kam qira e dolar, unë me rrogë punë zez, 200.000 lekë mu i marë. Ndihmë ekonomike ma ka neshur kam qenë janar, që s'marr fare, me 200.000 lekë jetoj me 4 kalamaj. Edhe me qira. Por, ke trokitur pranë bashkisë të Lushnjës, për të marrë një përgjigje pse ta hoqën atë ndihmë ekonomike duke ditur që tashmë dhe një baba i vetëm, ke bërë dhe denoncim për... Kam qenë tek rajoni, dhe momenti që ish bashkëshorti im është larguar, ato ma ka nequr automatikisht. Ajo rajonit. Nuk mund të mbaj dosë sepse del tim si që ajo ka kalur jashtë. Ndihma ekonomike, që nëna ka kaluar jashtë në pitet. Po mirë, në tilla situata kërkojnë ndihmë nga bashkia, ka dhe forma të tjera që bashkia ndihmon një baba të vetëm me 4 fëmijë. Nuk ka dhënë asnjë lloj ndihme. A ke kërkuar ti ndihmë? Po si jo, pse ma hoqet? Kur mund ta bëj prap? Nuk mund ta bësh prap derisa ti ta ndash me ligj. Zonja Nexhi, ky baba, domethënë para se të fillojmë transmetimin, jam kaq keq më tha, sa edhe bukën nuk ka siguri dot, sa fëmijët mund të përfundojnë dhe në shtet. Dhe kjo është e dhimbshme. Nuk e do këtë gjë që fëmijët të përfundojnë në jetimore, por nuk mundem më thotë, shif ku jeton. Ja, kjo është shtëpia e Romeos, ku jetojnë 4 fëmijë. Që nuk është dhe imja. Që është me qira. Unë nuk e di, Odeta, por këto raste që jepen në televizion, këto janë, ne mendojmë se janë pak. Po derisa jepen her pas herë do thotë që janë shumë raste të tilla. Fatkeqësisht. Tani çdo njësi administrative, çdo bashki ka një fond të rasteve emergjente, të rasteve të jashtëzakonshme. Dhe është një fond i saktuar një sasi lekësh që nuk janë të pakta, por që planifikohen sipas atyre
që drejtoj njësinë administrative. Do më thonë lek për ta sistemuar me qëra diku në një vend tjetër, për t'ja paguar qëran, për t'ja mbushur me disa mobilje të mira, për të krijuar me dyshek normal, me perde normale, me vende ku janë pjatat, lugut, pirunjt e tjerë, për të dhënë një sasi parash që i duhen për jetesë. E ka njësia administrative, më thuaj numrin sa e ka atje dhe kush në Lushnjë në vendi ku kryetar jetoni. bashkietër, përmendja emrin, se për këto zgjidhen Kam ata. të rajonit unë. Jo rajon policie, Jo, rajonit e... njësi administrative. Po. E kujt është? është një kida, Po, KIDA. është rendimet ekonomike. Dhe uroj Është që kjo Kida. zoj me emrin Kida Po, të na dëgjojë ditën e sotme. Po kryetari njësisë administrative, ja di emrin? Jo. Se është i zgjedhur nga votat e popullit ai atje. Jo, nuk... Ai kryetari bashkisë, ai njësisë administrative më të voglësh është i emëruar nga Këshilli Bashkiak e tjerë. Pra këta njerëz kanë lek. Po se ku shkojnë ato lek, asnjëri nuk e di, sepse as kontrollohen, as verifikohen, po janë në kompetencë të plotë të atyre që drejtojnë këto njësi administrative apo këto bashki. Dhe uroj të dëgjohemi sot, Të uroj të kesh 4 dëgjohemi. fëmijë që një ditë bëhen shtetas të Republikës së Shqipërisë, të kesh 4 fëmijë të cilët kërkojnë të rritën, kërkojnë të jetojnë, të ushqenë, të jenë të mbrojtur nga i ftohti, nga korrenti, nga një rrëzim, nga një aksident e tëra, keni ushqimin e përditshëm, të mund të gëzojnë edhe në mungesë të nënës, se kanë baban, gjë e mirë shumë, shumë e mirë, që është pak të babajtë. Pra unë nuk e kuptoj si mund të kaloj me kaq indiferent gjëra të tilla. Pse këta drejtues të pushteteve lokale presin që të dalë një rast i tillë skandaloz në televizor dhe atëherë të mundet të reagojnë. Tani nuk mundet të vinë gjithë familjet në për televizione, që ta prezantojnë problemin e tyre, por është detyra e tyre që të verifikojnë çdo qytetar të komunitetit nga kanë marrë votat e tyre. Në Shqipëri kjo gjë nuk funksionon, u bë 36 vjet, dhe më thënë nuk po merr zgjidhje do t'jenë ligjore, ato jo thjesht caktojnë fondet, por duhet të jetë verifikueshme dhe ka sektor të ndihmës sociale në çdo njësi bashkiake, që duhet ta dinë ku jeton njëri dhe ku jeton tjetri. Pse kur vijnë zgjedhjet vend dhe i gjejnë adresën e qytetarëve të komunitetit për t'ia marrë votat dhe pastaj braktisin dhe nuk duan ta dinë. Nuk po flasim këtu për të bërë në një nder këtij qytetari. Jo, patjetër, këtu po flasim për nevoja njerëzore për të jetuar 4 fëmijë, të cilat nëna mendje shkurtër e papërgjegjshme. I ka braktisur, mund të ketë llogaritur që do nxjerr lek ande, po ja që ka ardhur me shenja në trup, ka ardhur e dhunuar dhe ka ardhur dhe me një përgjegjësi plus tani, se ka dhe një bebe tjetër për të cilën ajo duhet të angazhohet. Romeo, ju jeni në proces divorci? Po. Pra nëse ajo do kthehet, nuk ka më vazhdim me ju. Nëse do të dëgjonte nëna e fëmijëve të tu, çfarë do i thoshe sot zonjës Nurie? Unë do t'i thosha edhe mund vi prap, si që thashtë pak më parë, që mund të rrim banes me fëmijët, unë do largohem dhe procesi gjyqësor do vazhdoj, do të ndaj me ligj, thjesht jetë me fëmijët e vet aty. Dhe unë ajsa ka mundësi do t'i kontribuoj për fëmijët e mi. Ajsa të vendosi gjykata do kontribosh. Sot je baba, bën rolin e nënës, të një edukatoreje, bën gjithçka në shtëpi e i vetëm. Është e vështirë për ty? Shumë. Edhe nuk po jap dot më. Nuk ka mjetë. Pas ka një limit durimi dhe sakrifica pas ka një limit që s'po jap dot më. Jo, është puna se s'ke mundësi, se për sakrifica, prindrit janë ata që bëjnë sakrificat më të mëdha për fëmijët. Problemi është se s'ke mundësi konkrete. Të thuaj. Më streson më shumë fakti i shtëpisë që unë vete shtëpi, nuk është se kam shtëpinë të rregull për shembull dhe do vete shtëpi, diku i kam gjerët. Po, do vete shtëpi, do gjej shtëpinë se ka një fëmijë të vegjël që rrin vetëm që do ta kthejnë shtëpinë përmbys. Kjo është normale. Ti shikosh si janë rrobat, si janë mbeturina, si janë këto, shtëpi e rregullt nuk është. Tani edhe jeta e këtyre fëmijëve është në rrezik. Tani një 2 vjeçare të lihet vetëm në shtëpi nuk është normale, Romeo. Unë i bëj thirrje institucioneve të qytetit të Lushnjës, nëse na janë duke ndjekur në këto momente, duhet ta ndihmojnë këtë babai i cili shkon punon në të zezë dhe lë fëmijët vetëm. 8 orë punë. Edhe ai madhi 8 vjeç kujdeset për ato 2 vjeçë. Ushqen vajzën 2 vjeçare. Edhe për 2 të tjera, 3 të tjerat. Kjo është një lloj, një dhimbje e paspjegueshme. E dhimbshme. Domethënë se si mundet që të lihen qytetarët e Republikës Shqipërisë në këtë lloj
situate, në këtë lloj vetmie, në këtë lloj dhimbje, në këtë lloj halli, në këtë lloj pamundësie për të zgjidhur probleme, se s'ka ku gjenë. Kjo është, domethënë, të i trajtosh njerëzit si një qenie që janë thjesht për numër. Jo. Më vjen shumë keq për historinë e Romeos dhe unë të premtoj dashur Romeo që ne do vim në qytetin e Lushnjës për ta vazhduar historinë tuaj me shpresën që zëri juaj të dëgjohet nga ky transmetim, të falenderoj e dashur ne gjithë falenderoj që të pata sot në studio. Faleminderit dhe juve. Mirë dashur miq, me historinë e këtij 32 vjeçari nga Lushnja, Romeo Kiptiu, baba i 4 fëmijëve të mitur, ne kemi ardhur në fund dhe për ditën e sotme, duke ju falenderuar dhe juve që qëndruat me mua deri në fund të programit. Bashkë do vi takojmë nesër me një tjetër histori, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Mirupafshim.